Kur nona mungon në sofrën e iftarit, mungon edhe një aromë e këndshme që u rritën bashkë me ta, që besa dhe gati o plaku. Kur mungon nona, bashkë me ta mungon edhe ajo buka që aroma asaj u nuhatken nga sokaku që ishte i mbushur plot fëmijë. Mungon edhe ajo ushqimi që secili prej nesh kemi nostalgji e kujtime të fëmijërisë e deri më sot. Kur nona na thonte, dilni ngone të panin apo hoxhën të e thirë zanin. Na kthente iftarin e na mboshte ato gotat e vogla, her me pije apo sok, e her me ujë. Kajher nuk ishin edhe mundësit. Po, nona, po kush tjetër veç zemra e madhe e saj, veç shpirti i bardhë i saj, veç ai trup që kur nuk pushonte e në sofrën e iftarit, e fundit e bukra nanë u ulte. Por, kur sot nona nuk jeton ma, nuk jeton as aja atmosfera që veç pas vdekjes së nanës në bie ndërmend me kujtu e me thonë, se sa mirë jetuam, sa bëshllëk të madh kalon vdekja asaj. Sot, kur është edhe iftari parë pa nanën, buka ndërroi shijen, dielli ndali dritën, e hana, ajo hana që bante dritë kur ajo nëna este, u vanua. E zani po thërret, po s'po thërret edhe nana, e zani po dëgjohet, por s'po dëgjohet edhe zani nanës që na thonte, hajde bismillah, nisja në iftarit. Të gjithë jemi ullën në sofër, por jo edhe nana. Vendi i saj është bosh. Sofra është mbushur me plot njerëz, por e tha duket sepse s'osh nana më. S'janë ato duur me rrudha me nda bukën, me nda edhe mishin apo ushqimin. Subhanallah, që shumë ndante krejt dhe me na knaq. Ah brenan. Iftari i par iku, por jo dhe kujtimet me nanën. Ato kujtime që na sjellin mall dhe mërzi. Lumi jo që nanat e keni gjallë. Lumi jo që hala keni mundësi bashkë me nanën me ba iftar e me hangur syfyr. Pashat madhin Zot që shpirtin ma ka falë, e ma ka ba nasib iftarin e parë, munden e me kërku botën, ama kur, bashkur më knaqë si me nanën.